Përshëndetje të gjithëve, ja tek rishihemi sërish në podcast me doktorin. Sot kam kënaqësinë e veçantë të kem të ftuar profesorin Gazmend Koduzi, mjek specialist i shëndetit publik në fushën e politikave shëndetësore dhe po ashtu shef i departamentit në Universitetin Elbasanit në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike. Kam kënaqësi profesor të kem të ftuar. Unë në fakt në emision deri më sot kam një mangësi që nuk kam patur specialistë të shëndetit publik, sidomos që merren me politika shëndetësore, kështu që mezi pres që të trajtojmë një tjetër sferë të shëndetësisë që është shumë e rëndësishme dhe që mendoj që duhet t'i japim mesazhet e duhura. Gendi, faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi të jem në podcastin tuaj, në podcast me doktorin, dhe ju uroj për këtë iniciativë. Sigurisht që njerëzit zakonisht janë të fokusuar më tepër ke klinika, ke rasti shpëtimi i jetës, por shumica e njerëzve nuk e dinë që ato që bëjnë të mundur shpëtimin e jetës te klinika, që vjen deri te klinika, është politikbërja, që është pjesë e sferës së shëndetit publik. Unë falenderoj doktor dhe do doja që të dija pak më tepër rreth jush. Si ka qenë rrugtimi juaj mjekësor, si keni zgjedhur të jeni mjek dhe sigurisht pastaj edhe specialiteti që keni bërë dhe rrugtimi akademik. Ka qenë zakonisht zgjedhja e rrugtimit ose profesionit që do marrësh, po ta quajmë kështu, në moshën e adoleshencës në gjimnaz, niset zakonisht më tepër për gjëra pragmatiste, të thjeshta, jo aq idealiste. Në atë periudhë kur isha në gjimnaz, zgjodha të aplikoja për në mjekësi në atë periudhë, nxirrte bursat, nxirrte komiteti ekzekutiv, dhe i sektori i arsimit në rreth, dhe një nga kur kërkoje 3 bursa, 3 drejta studimi, një nga ato ishte mjekësia. Dhe ishte fare thjesht, mjekësia ishte do sepse më pëlqen të merresh me njerëz, më pëlqen të kujdesesha për njerëzit, dhe aq më tepër që të shëroj ato. Pra ka qenë diçka e brendshme, më tepër se sa një ndikim nga të tjerët. Kështu që me rrethin shoqëror, me të themi, sepse kështu ka qenë koha atëherë, bën të mundur që unë kam ardhur në 89 në shkollë të lartë, më të mundur që të vjet studoja për mjekësi. Dhe pse pikërisht shëndet publik edhe specialist në politikat shëndetësore, pse jo një le të themi profilizim klinik ku ndoshta një pjesë e mirë rendin për të patur një profilizim klinik? Pyetje drejt, fillimisht me thonë të drejtën unë kam patur dëshirë që ti të specializohesha në obstetrik ginekologji. Dhe madje është pak fani në vit të fundit në gjimnaz kur bëhet eseja çfarë do të bëhesh. Unë shkruajta që do bëhem mjek, edhe një nga shokët e mi shkruajti aty pastaj pse ginekolog dhe edhe mësues dhe më ngacmoi, tha, po kur të vizitoje mua, tha, do më lësh personal radhë apo do më vizitosh para radhë. Por nuk arrita dot që të bëhesha në obstetrik ginekolog dhe në vitet 2003-2004 unë punoja me Kryqin e Kuq Amerikan në Peshkopi, ishte një projekt Child Survival Project, dhe brenda një viti ne bëm 4 studime në terren në atë periudhë, një ishte Knowledge Practice and Coverage, një ishte studimi qendra shëndetësore, një ishte Family Planning Survey, një Grandmother Approach. Pra dhe këtu më lindi dëshira që të merresha me shëndet publik, për me këto lloj studimesh. Dhe jeta më përplasje përsa në 2007 masi u mbyllën këto projekte me kompani amerikane, me Kryqin e Kuq Amerikan, me Johnson Incorporated që punuam në gjithë Shqipërinë për ngritjen e shërbimeve shëndetësore të reja. Në 2007 fillova punë në Institutin e Sigurimit dhe Kujdesit Shëndetësor dhe nga 2007-2013 si drejtues i drejtorisë së Kujdesit Shëndetësor Parsorë dhe Spitalorit fillimisht. Aty u bën shumë reforma. Pra Instituti i Sigurimit dhe Kujdesit Shëndetësor në atë periudhë ka qenë promotori i shumë reformave shëndetësore, sidomos në fushën e financimit të kujdesit shëndetësor. U bë reformimi i kujdesit parsor, u fut edhe spitalori brenda ombrellës së financimit nga sigurimet shëndetësore. Dhe aty më lindi dëshira, pra e pash që përqasja ime ishte drejt kësaj fenomeni. Dhe nivelin e tretë studimeve në doktoraturë në kisha vlerësimi i reformës kujdesit shëndetësor parsor, që ishte një vlerësim shkencor që me sa kam lexuar për herë të parë i një ndërhyrje politik bërje në sistemin shëndetësor.
Dhe për atij momenti unë kam kontribuar në fushën e politikbërjes, në fushën e financimit shëndetësor, gjithë me radhë. Tashmë edhe gjithë studimet që kam bërë, apo dhe prezantimet për konferenca dhe tituj që kam marrë më tutje pasaj, ka qenë në fushën e politikbërjes, sidomos në financimin shëndetësor në kujdesin shëndetësor shqiptar. Doktor, do doja të dija diçka më tepër rreth eksperiencës tuaj klinike. Unë di që ju keni patur një eksperiencë pune përpara se sa të merrni këtë rrugtim, edhe si mjek klinicist, dhe do doja të dija diçka më tepër rreth kësaj eksperience. Cili ka qenë ndoshta rasti më i vështirë që jeni hasur, momenti më i vështirë në karrierën tuaj në këtë periudhë, që vërtet keni patur një përgjegjësi të madhe dhe që keni dhënë një kontribut veçantë? Atëherë unë sigurisht që kam filluar rrugtimin tim si profesionist i shëndetësisë nga baza. Poshtë kam punuar mjek familje në qendrën shëndetësore në Grabian, në qendrën shëndetësore në Karbunar, pastaj u transferova që lëviza nga Lushnjë lëviza në Tiranë. Pra në këtë periudhë sigurisht ka pasur raste të vështira. Një periudhë e vështirë ka qenë periudha e krizës së shqiptarëve në Kosovë në 1999. Dhe në moment saktuar një miku im që kishte strehuar rreth 100 veta tek ambientet e xhamisë Lushnjës më fton dhe kam vizituar rreth 30 veta brenda një nate, ku pjesa më e madhe e tyre kishin probleme shëndetësore, pneumoni, bronkite dhe kishin nevojë për kujdes shëndetësor dhe për mjekim. Dhe aty kam patur një përplasje me drejtuesin e shtetit publik Lushnjë në atë periudhë, se thoshte që shiko se ne kemi marrë gjithë masat, ndërkohë që thash ka nevojë për mjekim dhe nuk kanë lek me çfarë t'i blejnë. Pra kjo ka qenë një periudhë, një momentum që më bëri të reflektoj për situatën në sistemin tonë shëndetësor dhe kujdesin apo empatinë ndaj të tjerëve. Ndërkohë që një rast i trisht gjatë karrierës time profesionale si mjek familje ka qenë një moment në Grabian, kur një fëmijë i vogël, diku ke rreth 1 vjeç, e kam vizituar në mëngjes rreth orës 8:49 dhe them orarin sepse sa isha futur në zyrë në atë periudhë dhe kishte një pneumoni bilaterale dhe jap rekomandimin, i them që shiko se duhet shkosh sa më shpejt në Lushnjë, në spital vizitohet nga pediatër sepse ka nevojë fëmia, është në gjendje të rëndë. Dhe kur në atë periudhë ishte ka qenë një epidemi e fruthit dhe rubeolës, dhe kam dalë nga zyra rreth orës 1:42, ka pas shumë vizita, dhe duke pirë një kafe me farmacistin, kur e shikoj më thotë që shiko se ajo gruaja që ke vizituar mëngjes ti s'pas ka ikë akoma. Dhe vëm re, e thrasim, e shikojmë dhe fëmia ishte pa shenja jete. Pra aty ka qenë një skandal, domethënë unë jam tërnditur shumë. Pra janë momente disa herë që të ngelin në memorien tënde gjatë jetës profesionale. A ka një mesazh, doktor, që kujtoni nga pacientët tuaj dikur, i cilit ka ngelur në mendje dhe që do ta ndash me ne, ndoshta diçka që ka qenë një fjalë e mirë apo një moment mbështetës që vërtet është i rëndësishëm për tu thënë dhe për ta dëgjuar gjithë shikuesit tanë? Gjatë jetës profesionale ka momente nga më të ndryshme. Ka momente kur ti ndihesh keq për profesion, sepse ka pas momente kur dikush ka thënë ustasa detyrojmë. Dhe unë kam thënë shiko se unë nuk jam as elektricist as hidraulik, por mund paguajnë qeveria që të vit kujdesen për ty. Por ka pas edhe momente shumë të gëzuara kur kam ecur edhe gjysore apo 45 minuta në këmbë për të kujdesur për dikë që ka qenë nuk lëviz dot nuk ngrihe nga shtrati në shtëpinë e tij dhe falënderimet që kam marrë prej tyre ka qenë motiv për mua që të kujdesem sa më shumë. Pra, dua të them që profesioni i mjekut, pra mesazhi im është profesioni i mjekut është, nuk po them mision, por ka brenda tij dashurinë për qenien njerëzore. Dhe duhet kujdesemi për çdo qenie tjetër njerëzore ashtu siç kujdesemi për veten tonë. Pra në çdo moment që ka nevojë do të jemi pranë tyre. Pra sepse të tjerët pastaj shikon në radhë të parë shikon Zoti dhe në radhë të dytë paguhemi për atë punë. Pra kemi zgjedhur këtë profesion dhe duhet i shkojmë deri në fund këtij profesioni. Doktor, po në raport me studentët tuaj, ju jeni profesor i asociuar, jeni drejtues i një departamenti të rëndësishëm në Universitetin e Elbasanit. Cili është raporti që ju keni sot me studentët në tërësi, me të rinjt që ju bashkëshoqërojnë në rrugtimin tuaj akademik? Shiko, për shkak të eksperiencës time të mëparshme dhe në trajnimin e profesionalizëm mjekësor, unë i trajtoj studentët si shok. Nuk i trajtoj si një kuti borxh që unë duhet ta mbush. Por i trajtoj si persona të cilët kanë një ori brenda tyre, por që duhet formatuar. Dhe gjithmonë leksionet i kam në formën proaktive, me pyetje përgjigje.
dhe nuk i them pusho se e the gabim apo nuk di gjë ulur në vend, por i them po, ke të drejtë, por pa të shikojmë mirë se si mund të jetë ndryshe kjo gjë. Dhe kjo ka bërë që të kemi marrëdhënie miqësore me studentët, t'i trajtoj si shok, me qëllim që edhe mesazhet që unë përcjell apo dhe informacioni për njohuritë që unë përcjell të përthithen sa më kollaj dhe të ngelin në trurin e tyre. Pra, gjithmonë qëllimi im me studentët është që nga lënda ime, jap në bachelor, jap shëndet publik, ndërkohë që në master jap organizim dhe menaxhim shëndetësor, atyre të ngelen disa mesazhe, sepse ne kemi qenë student vetë. Jo të gjithë gjërat që kemi bëjmë gjatë shkollës ne i mbajmë mend. Por disa gjëra duhet nguliten, disa gjëra parime kryesore që do të kenë për i lëndë saktuar, disa gurë themelor. Ky është qëllimi me studentët. Pra qëllimi nuk është që në fund të fundit të ngel studentin në provim. Absolut. Qëllimi im është që studentit të ngelen disa njohuri. Madje jam nga ato hyjtë pedagog që unë provimin e bëj me libër para. Kur i them për studentit të bëni me libër para, qeshin. Dhe mos qeshni se duhet të lexoni, që ta gjeni pyetjen, se pyetjet janë kuice, nuk janë zhvillimore. Dhe qëllimi im është që edhe kur ta gjeni pyetjen në libër gjatë provimit, juve t'ju ngulitet ajo pyetje. Sepse janë pyetje thelbësore, nuk janë pyetje që të ngeci. Pra, krijoj një marrëdhënie miqësore me to, gjithmonë me studentët, dhe kjo mua më pëlqen shumë. Më pëlqen shumë të jep një ngrohtësi dhe një kënaqësi. Profesor, do doja të kaluja në një sferë tërësisht tjetër. Në fakt, do doja të dija pak më tepër rreth profesor Gazit si individ edhe në raport edhe me shoqërinë si individ, jo vetëm si mjek apo profesor në universitet. Do doja të dija çfarë të trishton më shumë në realitetin tonë, çfarë ka ndoshta te vlerat njerëzore ose ndoshta tek raportet e përditshmërisë që ne kemi me të tretë që të trishton, të bën të ndihesh keq në realitetin tonë. Ne jemi shoqëri që vuajtëm për 40 sa vjet komunizmin. Dhe ajo periudhë ngriti lart spionët, ngriti lart individët të cilët nuk kishin vlera, ne dim fare mirë kush ka qenë në krye të periudhë, pa shkolla të larta, pa vlera njerëzore, dhe shkatroi vlerat njerëzore. Pra shkatroi në 67-ën kishat xhamiet, besimin Zot, pra shkatroi të hyjnoren që është brenda njeriu, dhe transcendenten, e shkatroi me qëllim që të mbivendoste fenë e re që ishte besimi te partia. Dhe fatkeqësisht ai litar i komunizmit vazhdon të qëndrojë në shoqërinë tonë. Dhe trishtar sepse njerëzit janë shumë të pavendosur, tjetër gjë mendojnë, tjetër gjë thonë, tjetër gjë vendosin. Pra kjo është fatkeqësi për shoqërinë tonë. Kjo është fatkeqësi, nëse ne nuk marrim vendime bazuar në ato që mendojmë. Pra themi jemi kundër korrupsionit, po, të shkojmë votojmë kundër korrupsionit. Themi jemi pak kënaqur, po, duhet ta ndërshkojmë, pak kënaqësi. Pra nëse ne nuk vendosen në këtë mënyrë, atëherë nuk mund të ngrihemi dot nivelin e shoqërive të tjera të Bashkimit Evropian, po themi afër komshive tan, po jap shembull Greqinë, jap shembull Maqedoninë, ose së fundmi kanë qenë protesta pafund në Serbi kundër korrupsionit të qeverisë. Pra duhet të ngrihemi në këtë nivel si shoqëri. Dhe në moment që kjo shoqëri ka këto probleme, atëherë është shumë e vështirë që të mbillet dhe të mbi një fidan i ri. Por mendoj që me lëvizjen, me ndryshimin e brezave, kjo gjë do të ndryshojë. A mendoni ju, doktor, që në momentin që marrim një shembull konkret, në momentin që ne kemi një institucion shëndetësor, i cili në parim do duhet të drejtohet prej dikujt, a do duhet të jetë një drejtues i cili do të jetë mjek, apo do duhet të jetë një drejtues i cili është teknik, pra nuk është mjek. Kur flas mjek, sigurisht në thelb mendoj specialistët shëndetit publik, persona që merren me menaxhim shëndetësor, apo nuk është e thënë, nuk ka nevojë për empati, mund të jetë dikush i cili absolut mund të jetë një teknik shumë i mirë, një fushë tjetër i cili hyn në sistem dhe bën mirë. Unë mendoj që çdo institucion duhet të ketë në krye të tij personat e duhur për ta drejtuar atë. Për shembull, drejtuesi i një departamenti klinike duhet të jetë një profesor e saj fushë. Por kur flasim për drejtuesin e një spitali, duhet të jetë patjetër, mund të jetë patjetër mjek, por duhet të ketë një specializim në menaxhimin shëndetësor, menaxhimin e institucioneve shëndetësore, sepse po se pati këtë informacion nuk e drejton dot. Pra, themi që dikush është një kirurg i mirë, është pediatër i mirë apo kardiolog i mirë dhe mund të jetë edhe një drejtor spitali i mirë. Jo,
sepse një kirurg i mirë është brenda sallës operacionit, një kardiolog i mirë është kardiolog i mirë tek pavioni i kardiologjisë, ndërkohë që drejtuesi i institucionit, pra një spitali, duhet të ketë patjetër njohuritë në menaxhim shëndetësor. Bota kur vendos një klinicist në drejtim spitali i bën dhe një kurs për menaxhimin shëndetësor, ose merr menaxher të mirëfillt shëndetësor, pra që kanë bërë kursin, kanë bërë një master apo një shkollë në menaxhim shëndetësor. Fatmirësisht në Shqipëri kemi për vitesh që është hapur një master në menaxhim shëndetësor në bashkëpunim Fakultetin Mjekësisë dhe Fakultetin Ekonomik. Pra duhet patjetër që në krye të institucioni të jetë dikush që është i përshtatshëm për atë pozicion. Dhe ka kritere, pa diskutim. Dhe çfarë mendoni ju, doktor, që mund të funksionojë ndryshe, ose mund të ndryshojë, ose mund të bëhet më mirë në raport me politikat shëndetësore në vendin tonë? Unë mendoj që është thelbësore që t'i hapet rrugë meritokracisë. Pra njerëzit që e meritojnë një vend pune, apo që meritojnë të ecin përpara. Unë personalisht, kontributi im në fushën politikë bërës është që ta reformojmë këtë sistem me qëllim që çdo individi t'i japi mundësinë të ecë me shpejtësinë profesionale që ai mendon, pra secilit ketë atë kursinë e vet profesionale. Jo të ngatrohen me njëri tjetrin, sepse fatkeqësisht ndodh që dikush do të ecë më shpejt profesionalisht sepse është i Zoti, të tjerë që nuk e ndjekin dot hapin e tij, nuk rrisin shpejtësinë, të rrisin marshin, nga marshi 3 shkojnë marshën 4, por i fusin një çengel mbrapa këtij personi dhe mundohen ta frenojnë, ose i fusin stërkëmsha. E mira është që secili të ketë kursinë e vet dhe të ecë me shpejtësinë e vet. Kjo do bëhet mundur që sistemi të zhvillohet, kjo do bëhet mundur që çdo individ jetë të kënaqur, kjo do bëhet mundur që të frenohet emigrimi i personelit mjekësor, sepse një studim që kanë bërë një nga arsyet e emigrimit personelit shëndetësor, sidomos të mjekëve mbi 30 vjeç, ishte karriera profesionale, karriera akademike, karriera shkencore dhe status social. Pra, kjo do bëhet mundur që secili të gjejë vendin e vet. E gjen vetë vendin e vet. Nuk është nevoja që dikush t'i thotë Gentit apo Gazit ti ke vendin këtu. Jo. Mjafton që ti krijojmë kursinë e tij, mundësitë që secili të ecë sipas meritës së tij. Kjo quhet meritokraci. Dhe kjo bëhet bazuar në rregullat e lojës, që është politikbërja. Absolut. Absolutisht, shumë e rëndësishme në fakt që çdo profesionist të rrugtojë në rrugën e vet pa patur jo vetëm pengesa në kuptimin e parë, por pa patur individ të cilët do të duan ta frenojnë në kapacitetet e veta. Doktor, le të themi pak tek pjesa juaj personale, cili është raporti që keni me kohën e lirë, raporti që keni me angazhimet tuaja, se sigurisht problemi kryesor i gjithë profesionistëve të shëndetësisë është koha në vetvete. Pa diskutim, koha është shumë e zënë, sepse në një anë është çështja e mësimdhënies, ku duhet përgatitesh të bësh tekstet mësimore. Çdo ju e keni parasysh vetë se jeni profesor, sa herë që futesh në sallën e leksionit duhet të lexosh sepse të duket gjithmonë si herë e parë dhe ke emocionet e herës parë, por nga ana tjetër nuk kufizojnë vetëm të kjo anë. Është çështja e kërkimit shkencor me studime të ndryshme në projekte të ndryshme. Unë jam pjesë e 2 projekteve tashmë në fakultetin tonë bashkëpunim me agjencinë e kërkimit shkencor, gjithashtu edhe me kolegë të tjerë. Nga ana tjetër punoj si profesionist i lirë, sepse duhet kuar rroga, secili që ka vendosur ta nxjerrë bukën e gojës, po e them kështu, me djersën e vet, bën disa punë, ndërkohë që ka persona pasaj që abuzojnë, është zgjedhja e tyre. Pra, dita është shumë e zënë. Por gjithsesi, kjo nuk më privon nga kënaqësitë e shoqërisë, pirja e kafes me shoqërinë, apo pirja e gotë birra, apo shikimi i ndeshje me shoqërinë. Pra, mundohem që ta menaxhoj kohën, por shpeshherë ndonjëherë thua si ka mundësi që dita ka 24 orë, nuk ka 34, sepse nuk të del. Aq intensive, jeta është bërë shumë intensive. A ndjeni ndonjëherë i shfrytzuar në shoqëri? A ndjeni ndonjëherë sikur mjekët në parimi janë gjithmonë telefonata e parë shumë individëve në shoqëri sigurisht kanë nevoja dhe kërkojnë. Po a ndjeni ndonjëherë sikur deri diku ju shfrytëzojnë në shoqëri edhe për angazhimet tuaja akademike, po edhe politike, po edhe angazhimet si profesionist i shëndetësisë?
Unë ndihmoj njerëzit me kënaqësi. Pra I hap telefonin kushdo që I bie telefonit, I përgjigjem kushdo që merr telefon apo dërgon një mesazh apo ka një nevojë, përpiqem ta ndihmoj me aq sa mundem. A ndihemi shfrytzuar kur ndonjëherë kam nevojë unë për dikë që kam ndihmuar dikur dhe nuk më përgjigjet ashtu si jam përgjigjur unë, sigurisht që them pas ka shfrytzuar, por nga ana ime unë gjithmonë I bëj gjërat me kënaqësi, domethënë sepse është çështje tipash. Ka njerëz që janë social dhe mundohen që të ndihmojnë njerëzit kur kanë nevojë, ka njerëz që thonë nuk ka mundësi të ndihmojë, mbyllin me kaq dhe nuk bëjnë nuk lëvizin kur thon as gishtin e dorës për të ndihmuar dikë tjetër, por jeta kjo është. Si ta bëj një të mirë dhe hidhen det se sa di robi po ta di Zoti. Doktor, në rast se mërziteni ose zhgënjeheni nga dikush ose nga një moment në rutinën tuaj, cila është telefonata e parë që bëni? Telefonata e parë që bëni deri diku për të nxjerrë atë mërzinë që keni brenda vetes. Alter ego ime është ime shoqe. Bëj telefonata me të dhe më herë kupton çka ke pse e mërzitur, thotë çka kry kështu me filane, mos u mërzit ose këto gjëra ndodhen, thotë ti e di këtë punë. Them po nuk do ta ndihmoj më ose nuk do bëj kaq shumë, mos u beto për këtë, thotë sepse ke tipin, thotë. Ke tipin, thotë do e bësh prap, do të kaloj mërzia dhe do e bësh prap, kështu që mos bëj gjëra, mos bëj betime të tilla, thotë, kështu që mos u mërzit. Dhe hedh maskrave, hedh maskrave sepse jeta kështu është. Sigurisht. Jeta kështu është, njerëzit këto janë. Ka njerëz të cilët e vlerësojnë kur e ndihmon në një moment caktuar, ka njerëz që mendojnë që nuk po them e shfrytëzova, por zgjidha hallin tim edhe por jeta kjo është. A ka patur një moment, doktor, në karrierën tuaj që ndoshta keni përjetuar një zhgënjim të madh, keni përjetuar një stres të madh, një mërzi, ndoshta ndonjëherë dhe ankth, edhe keni thënë okay, dua të ikë nga Shqipëria, do ta shikoj ta ridimensionoj jetën time diku tjetër, por jo më në Shqipëri. Zhgënjim të madh, me thënë të drejtën vjet kam qenë pata një vizitë në Amerikë dhe ishte një kongres në Cleveland. Atje është një Cleveland Clinic e ka emrin, por është një qytet I tërë. Është një nga klinikat më të mira në Amerikë ku duhet një opinion I tretë për të vendosur vulën diagnozë, shkojnë tek ajo klinik. Dhe aty pash një tjetër botë. Dhe mendova dhe më pyetën edhe miq se çfarë mendon, thash po tisha 5 vjet më I ri do kisha ardhur me vrap në Amerikë, nuk do kisha vënë 2 herë në dyshim. Sepse është vendi I mundësive, është vendi ku ajo që thash pak më parë, secili ka kursinë e vet. E para dhe dyta vlerësohet meritokracia. Si vlerësohet? Vinë të marrin vetë. Pra një kompani shkon ke studenti I mirë në vitin e fundit dhe zgjedh për internshipin dhe pastaj punson. Një spital është I interesuar për mjekët më të mirë të fushës caktuar ta punsojë, sepse dhe mënyra se si financohet spitali, atje është që për sa më të vështirë atje në operacionet, aq më shumë lekë merr spitali. Kjo quhet financim bazuar në DRG, Diagnosis Related Groups. Një financim që pse mos ta bëjmë në Shqipëri për sistemin spitalor. Këtu pastaj motivohet meritokracia. Pra nuk do të gjesh më në spitalet universitare që një kirurg merret me operacione banale, apendicitin apo nuk po them për bërjen e synetlikut dhe të gjitha me radhë, por të merret tamam me operacione që I takojnë një spitali universitar. Dhe rroga, duke qenë se do marrë më shumë lekë, edhe rroga e mjekëve nuk do jetë kjo që është, po të jetë 2-3 fish më lart. Dhe jo e barabartë, gjithë barabartë. Barazia është socializëm. Pra, në këtë sistem që ne kemi zgjedhur të jetojmë, pra kemi zgjedhur, jo të gjithë jemi të njëjtë, jo të gjithë kemi aftësi të njëjta, dhe jo të gjithë duhet të paguajmë njësoj. Po do të paguajmë bazuar në kontributin që japin në spitalin e tyre. Pra ka shumë mjek, kirurg, duarart, që bëjnë operacione niveleve të vështirësisë të larta, që bëjnë dhe në pak spitale jashtë, dhe nuk ka pse të paguhet njësoj me mjek që bën disa operacione që janë normale. Normale, po. Ai duhet paguhet shumë më tepër. E njëjta gjë ndodh dhe jashtë. Për shembull në Amerikë nuk ka njësoj rroga një neurokirurg me kardiokirurg, me kirurg abdominal apo me një patolog. Ka ndryshime, ndonjëherë me 2-3 fish midis tyre. Pse? Se ka të bëjë me vështirësinë e punës. Po pse vetëm vështirësinë e punës? Sepse ky person duhet të lexojë, duhet ngrihet profesionalisht. Po dhe duhet jetoj mirë, po duhet ushqehet mirë, pra I kthehet mbrapsht investimi. Ne këtë në Shqipëri akoma nuk e vlerësojmë, por duhet vlerësuar. Dhe një nga mënyrat ka të bëjë me ajo që quhet leva Arkimedit në sistemin shëndetësor, mënyra si financohet, për si lëviz paraja.
sepse në fundit ne punojmë për të marrë pagesë në fund të muajit. Patjetër. Po sa më mirë të vlerësohemi, aq më të motivuar jemi. Po sigurisht kjo është shumë e rëndësishme madje. Pra, flasim për sistem për spitalorë të diagnosë related groups. Po e njëjta gjë është ke mjeku familjes. Te mjeku familjes për shembull bëhet pagesa bazuar në kapitacion, pra numrin e banorëve që ke. Sepse banori zgjedh mjekun e vet sipas aftësisë. Dhe sa më shumë banor të kesh, aq më shumë do paguhesh. Pra, dhe mjeku do jetë interesuar që të ngrihet profesionalisht, të sillet sa më mirë me pacientin, mos t'i kërkojë bakshish. Pra, është mënyra se si bëhet politika e cila e motivon njerëzit. Pra, është parim i thjeshtë që qofse njerëzit i motivon, ato i shtyn, i tërheq drejt disa objektiva të caktuara. Po qofse njerëzit kanë ato që quhen unmet needs, nevojat e paplotësuara, atëherë ato shtyhen nga nevoja për të bërë gjëra që mbasët e vet nuk duan t'i bëjnë. Për të plotësuar nevojat. Për plotësuar nevojat, pra ato fenomene që kemi në sistemin shëndetësor, bakshishi, kërkimi i pagesave shpesh mbase është e kufizuar, por që ndodh në shëndetësi që është e papranueshme. Pra janë fenomene që ndodhin për shkak të nevojave pa plotësuara. Dhe nevojat pa plotësuara ndodhin për shkak të pagesave jo dinjitose. Dhe në raport me familjen tuaj, a ka ndonjë mesazh, ndonjë këshill që nëna dhe baba juaj ju kanë lënë dhe ju kanë dhënë që në fillimet e karrierës tuaj dhe ju ndjek kjo gjatë gjithë kohës dhe keni parasysh në çdo vendimarrje tuaj? Shiko, prindi e rrit fëmijën nëpërmjet shembullit. Mund të thuash sa duash gjëra fjalë me gojë, po nëse vepron ndryshe, atëherë fëmia thotë që babi nuk është i vërtetë ose mamaja nuk është prindi nuk është i vërtetë. Prindit më kanë mësuar me shembullin e të punuarit shumë. I madh ka qenë shofer, punonte nga mëngjesi deri në darkë. Pra shembulli i rritjes së fëmijëve me djersën e ballit. Një shembull tjetër shumë i mirë ka qenë në familjen time, se jemi familje tradicionale që rritur me gjyshe, kam pas gjyshin, i cili për punët që bënin në shtëpi private, na merrte dhe na fusën punë. Ai kishte një edukim në shkollën e Harry Fulsit, edukim amerikan, që do njerëz do të punojnë. Pra, edukimi që duhet punosh, duhet jetosh me punën tënde, me djersën tënde. Kurse me fjalë është që me njerëzit do të jesh gjithmonë i sjellshëm, do të kuptosh hallin e tyre dhe asnjëherë mos i bëj dëm njeriu. Pra mos i bëj njeriu atë që nuk duan, ti nuk do të bëjnë ty. Është një ndër, për mendimin tim, një ndër mesazhet më të bukura që dikush mund të ketë si mision në vetvete, dhe shumë e rëndësishme. Gjithmonë në rrugtimin tim, pavarësisht rrugtimit profesional, në jetë, në politikë, gjithmonë të e kam pasur mendje. Mos i bëj dikujt atë që ti nuk do të bëjnë të tjerë ty. A mendon që do kesh një moment që do lodhesh në mision, sepse njeriu në çdo moment e shikon ndonjëherë veten e vet në retrospektive dhe bën një llogari kohore të sa vite kam kontribuar si mjek, sa vite kam kontribuar si pedagog, sa kam kontribuar në politik. A ka një moment që mendon që do të thosh, ok, unë do shkoj deri këtu dhe këtu do ta mbyll? Shkoj, njeriu gjithmonë ka zhgënjet në momentet caktuara. Për shembull në politikë në 2017 ishte moment që thash po, boll nuk merrem më sepse nuk më është dhënë ajo që meritoj, por me një miku im, profesor mjek, domethënë tha gazi jo, tha se ka nevojë për ty, tha. Edhe e vazhdova këtë. Por edhe nga ana tjetër në fushën profesionale gjithmonë kur mundohesh të bësh diçka dhe shikon që ka dyert mbyllur apo ka pengesa, thua, okay, nuk do vazhdojmë këtë drejtim, do vazhdojmë drejtimin tjetër. Por në fundit ne jemi qenë njerëzore dhe kemi ardhur në këtë botë kemi një mision të caktuar, përveç misionit të transmetimit të genit, të familjes, gjithçka me radhë, është edhe një mision profesional që ne kemi zgjedhur. Do bëjmë aq sa mundemi sipas kushteve që ka. Pra të bëjmë më të mirën e mundshme me kushtet që kemi, sepse fundit ka qenë. Qofse do më jepet mundësia që të jem në politikë bërje në nivele më të larta, sigurisht që aty ka mundësi për të ndryshuar gjëra më shumë, për të reformuar gjithë sistemin shëndetësor, sepse në pikpamjen time me aq sa njoh sistemet shëndetësore, sidomos shqiptarin, mendoj që sistemi shëndetësor shqiptar është ishulli i fundit komunist në Shqipërinë e demokracisë. Dhe është më pak i reformuari nga gjithë sektorët e tjerë. Ka pas disa reforma pjesësore, pra arnime le të themi, por nuk është hequr ai kostumi i vjetër i grisur i shëndetësisë, socializmit, i cili ka patur disa indikatorë shumë të këqij, pavarësisht se fshiheshin. Pra ka pasur një vdekshmëri foshnjore ke 40 për 1000 në vitin 89-90, një vdekshmëri e lartë
një varfëri e madhe, sepse këto të gjitha ndikonin, ndikonin tek vdekshmëria ku fëmijët nuk kishin me çfarë të ushqyeshin. Pra, dhe të vendosej një sistem shëndetësor i cili të jepte atë produkt për cilë është ngritur, pra të jepte shëndet në popullat. Shëndeti i popullat matet me indikator. Pra janë vdekshmëria foshnjore, vdekshmëria anëtare, smundshmëritë kronike dhe gjithçka më radh. Ka të bëjë me shpenzimet nga xhepi. Pra sa familje bien në varfëri për shkak të shpenzimeve shëndetësore, nga një studim household survey që ka bërë Istati, rreth 12.9% e familjeve çdo vit bien në varfëri për shkak të shpenzimeve shëndetësore, dhe kjo është e trisht. Pra, vetë shoqëria dhe sistemi shëndetësor duhet të ketë ato mekanizma që të gjendet në krah të qytetarëve, të cilët nuk kanë mundësi të paguajnë, flasim gjithmonë shpenzime shëndetësore. Në 2024 ka qenë barometri ballkanik, që ka thënë që 33% e familjeve shqiptare nuk ka pasur mundësi që të blejnë barnat gjatë vitit 2024. 36% e tyre nuk kanë pasur mundësi që të marrin shërbime shëndetësore për shkak të pagesave. Pra kjo është e trisht. Dhe prandaj në politikë bërë duhen gjetur gjithë mekanizmat me qëllim që edhe për qytetarët të cilët kanë mundësi të paguajnë sigurime shëndetësore, të jepet mundësia që të zgjedhin paketat e përfitimit që të duan, sepse ka qytetarë që duan bazën, ka qytetarë që thotë unë dua një paketë sigurimi shëndetësor që të vi helikopteri të marrë aty ku kam nevojë. Sigurisht, në bazë të mundësive që ka. Në bazë mundësive që ka. Nga ana tjetër, kjo krijon atë që quhet tregu i sigurimeve shëndetësore, që është sistemi bismarckian që është shpikur apo është ka lindur në Gjermani në 1883 nga Otto von Bismarck dhe ka Gjermani sot. Nga ana tjetër do të japë mundësi qytetarëve që të zgjedhin mjekun që ata duan në institucion publik apo në institucion privat. Dhe faturën të paguaj sigurime shëndetësore. Jo ta paguaj qytetari nga xhepi. Sot që ne flasim sipas vlerësimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, 60% e shpenzimeve në sistemin tonë shëndetësor janë shpenzime nga xhepi. Dhe nuk janë pak, janë rreth 840 milion euro në vit, sepse në sistemin shëndetësor shqiptar në vit qarkullojnë rreth 1.4 miliard euro. Nga këto 60% janë nga xhepi dhe 40% është shpenzimet publike që janë rreth 2.7% janë nga 2.1% janë nga taksat që ne paguajmë dhe rreth 0.8% janë nga sigurime shëndetësore. Pra është shumë pak 40 me 60, ndërkohë që mesatare europiane është 15% shpenzime nga xhepi. Sepse kudo që të shkosh ka një lloj bashkëpagese, është 10, 15 deri 20%. Por zyrtare shkon atje me sigurim shëndetësor zyrtare, kurse këtu ne i pagujmë nga xhepi, sepse janë shërbime që nuk jepen në sistemin publik dhe shkon në privatin dhe ne dim fare mirë, sa shkon atje do kalosh një herë ke arka të paguash, pastaj të marrësh shërbime shëndetësor. Po ky nuk është misioni i institucionit shëndetësor. Institucioni shëndetësor do të japë shërbimin dhe fatura pastaj të paguhet nga mekanizmat siç thamë që janë sigurime shëndetësore. Pra, në një farë mënyre dhe kjo quhet ndajë parimi që thotë paraja ndjek pacientin. Pra qytetari nuk do të paguajë nga xhepi, por do të paguajë sigurimet shëndetësore. Do të pyes, të lutem doktor, si do doje që pas shumë vitesh kur të dilje në pension, kur të shkëputesh nga jeta aktive, si do doje të mbaheshe mend nga njerëzit? Si dikush që dha kontributin e vet për të reformuar sistemin shëndetësor apo për ta bërë atë pak më të mirë, më njerëzor, me qëllim që njerëzit kur të kenë nevojë për një kujdes shëndetësor, mos e bien telefonin të një miku tyre që ku të shkojnë të vizitojnë për këtë, por ama ta dinë se ku do vizitohen, ta dinë që ka disa mjekë që zgjidhin përgjigjen dhe mos mendojnë dy herë sepse nuk kanë lek për të paguar atë vizitë apo operacion. Po të jenë të qetë, sepse këto shpenzime ja mbulon sigurimin shëndetësor. Nëse unë do arrij, do më jepet mundësia që të bëj këto gjëra, atëherë do jem shumë i lumtur. Ne dal nga dal kemi afruar fundit të këtij emisioni. Unë në fakt do doja një mesazh nga ju, një mesazh drejtuar të rinjve që janë forca kryesore në energjisë dhe vitalitetit që ka një vend, një mesazh që ju do doni të drejtoni të rinjve në tërësi të shoqërisë shqiptare. Për të rinj do të thoja që duhet ndjekin pasionin e tyre, duhet studiojnë shumë, sepse tashmë është bota apo kartë në një moment tillë që njerëzit duan gjëra të thjeshta pa derdhur shumë djers, por duhet të studiojnë shumë me qëllim që të bëhen dikush e jetë. Dhe kjo dikush është duke ndjekur pasionin e tyre. Por për atë pasion, nëse e gjejnë,
rrugën e duhur, do të punoj shumë për pozitiv. Sigurisht studimi të jep atë kornizën përkatëse, por jeta pastaj dhe puna dhe eksperjenca të bën mjeshtër në atë drejtim. Doktor, falenderoj shumë për bisedën e këndshme, shpresoj dhe uroj të kemi dhënë mesazhe të duhura. Dhe unë shpresoj që të kemi dhënë mesazhe të duhura, por mesazhi kryesor do të jetë dashuria për njëri tjetrin. Aty ku ka dashuri në atë punë që bën, sigurisht rezultatet janë pozitive. Dhe të uroj një ditë të mbarë dhe suksese. Duke ju falenderuar gjithë për vëmendjen tuaj, do të shihemi si çdo të mërkurë në orën 19 në podcast me doktorin. Faleminderit.